Ju flet Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë. Në bjeshkët e Berishës, në një fshat që mbante mbi supe barrën e kohës, u dëgjua një zë. Zëri i radios së parë të lirisë, një zë shprehse. Këtu në këtë fshat, në ditët më të errëta, ku fshati ishte mbuluar nga tymi dhe flaka, buçiti një zë. Ju flet Kosova e lirë. Kosovë, një muaj më parë, me që rast kriminali Milošević shpalli edhe mobilizimin e militarëve e të paramilitarëve të tij për të kundërshtuar sulmet e NATO-s. Por nga ato studio, krerët e neofashizmit serb çdo ditë kanë bërë thirrjet për zbatimin e urdhrave të krimit në Kosovë. Duke qenë pikërisht një instrument nën komandën e plot ushtarake të regjimit militar serb, ky radio televizion ka luftuar çdo mjet tjetër të informimit edhe në vetë Serbinë, të cilët i shohi me ligjin e forcës. Dihet se mjetet e propagandës kanë qenë mekanizmi më aktiv i makinës ushtarake serbe, kurse radio televizioni i Serbisë ishte shtylla kurrizore, apo siç e cilësoi atë një zyrtar i NATO-s, palcë nervore e regjimit të Miloševićit, që prej ngritjes së tij. Banorët, luftëtarët, të moshuarit e fëmijët, të gjithë ngrinin veshët për të dëgjuar fjalët që u ambushnin zemrat me kurajo. Ishte radioja që thyen të heshtjen, që i tregonte popullit se sakrifica nuk ishte e kotë, se flamuri i lirisë do të ngrihej. Berisha ishte qendra ku ndez komunikimi i parë i lirisë, dhe sot, pas më shumë se 2 dekadash, ne kthehemi këto për të kujtuar e për të falenderuar, për të treguar se ëndra atëhershme është bërë realitet. Jemi këtu me zotëri Riza Berisha, një ndër themeluesit e radios Kosova e Lirë. Zotëri, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit, mirë. Tani, mund të na thuash historikun, rrugtimin që keni bërë ju në radion Kosova e Lirë. Riza Berisha, i fshatit Berish, një ndër themeluesit e radios Kosova e Lirë. 4 janar vitit 1999. Pikrisht, ku atë ditë ka fillu të shpërndohej zëri autentik i radios e luftës, radios Kosova e Lirë, me të cilën kemi punu deri me 27 mars në Selin, e cila ndodhe në Berish, në shtëpinë time pikrisht. Pasi na kanë bombardu forcat serbe me 2 aeroplan, rreth 1800 apo 1900 bomba, po atë ditë kemi vendos, edhe atë ditë kemi dhënë lajmet, sepse lidhet një histori me ditën të cilën e kanë publikuar ata që na kanë bombarduar dhe kanë shkatruar radiostacionin e luftës. Dhe presë dite, kur kemi përfunduar misionin atë ditë, kemi vendos me pauzu për një javë ditë për ta marrë bunkerin në mojën e Pallanikut, që është rreth 2 kilometra gjysmë nga këtu, dhe me 8 prill kemi fillu punën nga bunkeri për të mos e ndalur asnjë ditë deri me 21 qershor të vitit 1999. Ku dhe kemi bën lajmërimin në tërë hapësirën shqiptare që nga sot në tokën e Kosovës nuk ka qizme as të policit e as të ushtarit. Sot Kosova merr frymë shlirë, po flas për vitin 1999 kohën e luftës. Në stafin të cilën kemi punu si radiostacion, në atë shtëpi ka punu dhe Kosova Press, agjenci e lajmeve Kosova Press. Është ekipa e radios Ahmet Qeriqi, Nusret Plana, Martin Çuni, Nezir Myrtaj, Habib Zogaj, Valdet Hoti, Gazmend Elshani, Riza Berisha, Fatmir Dugolli, po është dhe grupa edhe agjencionit Kosova Press. Berat Luzha, Qemaj Laliu, Isa Krasniqi, Fadil Bajraktari, Med Bityqi, Qemaj Laliu, mujt edhe ndoshta të harroj ndo jamen, po kërkoj falin nëse dikon e harroj që kanë shku 25 vite, 26 vite. U bë kohë gjatë. Mund të më thoni sa vështirë ka qenë për ju në atë kohë që të përcilli zërin tuaj në media? Kur e kem pas një mbushën në atë kohë, që t'i dalim zota 10, të marrë me pushën krah edhe t'a shlirojmë vendin, një agat shumë i fort për vendlindjen, për brezat që vinë.
nuk e mendu çfarë sjellën nesër me ja. Tu e ditë rrezikun edhe forcën e anëmikut, sa ka qenë proporcioni forcat tona me forcat e tyre. Por neve nuk asnjë gjë nuk na ka ndalë. Për arsye se e kemi ditë që ky zë dëgjoi jo vetëm në hapësirën shqiptare, por dëgjoi në tërë hapësirën botërore, se janë marrë të gjitha mediat e botës, janë marrë me informimin tonë të drejt për drejt nga vjet e frontit. Prandaj neve nuk na ka bërë përshtypje çfarë posedon anëmiku, çfarë armë na hull, me aeroplane që na ka bombardu, me tankse, me raketa, me gjithë arsenalin që ka pas, por neve jemi pale kundër. Dhe ashtu kemi përfundu që jemi shumë krenar për misionin që i kemi vënë vetes, e kemi përfundu bashkë si ka hije një adhetari edhe një luftetari liris të përfundojë misionin tonë së bashku me kolegët e mi. Po sot si funksionon sot Radio Kosova e Lirë? Radio Kosova e Lirë sot funksionon 24 orë pa ndërprej. Po është radio e pas luftës. Radio e luftës ka përfundu, misioni saj ka përfundu me 21 qershor të vitit 1999. Sot është një radio private. Nuk jemi neve, stafi që kemi qenë në luftë, nuk jemi asnjë tash atu. Kryesori që ka qenë Ahmet Qeriqi, tash është i ndjerë, ka vdek para disa muajsh kështu, radio funksionon. Pa ndërpreme, kështu që në Berish transmetimi bëhet prej Berishe, shpendohen valet, kurse bazën qendrore ka në Prishtinë Kod e Diellit. Por radio man atë vijen e luftetarëve të liris, misione, dokumentare, gjitha ato e man atë frymën e luftës. Çfarë ndjeni ju kur ktheheni vite mbrapa, kur kujtoni ato momente dhe atë periudhë kohe? Mburremi me atë histori. Mburremi me atë punë që kemi mujt me e bon dhe kemi arrit me e bon. Ka qenë bukur e vështirë. Ka qenë e vështirë për një arsye se... keni qenë gjithë kohës targetuar për sulm, besoj. Po, unë si furnizues i radios, si shofer, si vozitës, se do me bajt për një pikë një pikë tjetër, po edhe të gjithë këta antarë që të cilët i kum pasën në familjen time, që jemi kujdes për të gjitha ata, edhe ushqimin, edhe mbulujen, edhe shtrujen, edhe mbulujen, edhe nxemin, edhe gjitha ato, nihem krenar. Ndoshta në historinë e njerëzimit, ditët më të arta, i numëroj ditët që i kum shërby venit edhe kum luftu për lirinë e venit. Nga ky vend ku dikur u dëgjua zëri i radios së UÇK-s, sot një zani i fshatit, për të treguar një histori tjetër, një histori jete, sepse Kosova e Lirë nuk është thjesht një kujtim, por zëri që nuk u shua asnjëherë. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit tonë Zani i Fshatit. Sot ndodhemi në fshatin Berish, komuna e Malishevës. Emri i këtij fshati është i gdhendur thellë në historinë e Kosovës për shkak të kontributit të madh që kanë dhënë gjatë luftës. Gjithashtu në këtë fshat lindi zani i shpresës, zani i lirisë që ngrohu dhe mbushi zemrat e çdo shqiptari. Do përpiqem që në këtë puntat të sjell për ju rrëfimet e çdo banori të mbetur në fshatin Berish. Rrugës për në fshatin Berish s'kishim si të mos ndalemi në shtëpinë e cila është përdorur së logjistika e parë e ushtrisë shërimtare të Kosovës. E këtu afër meje ndodhet zoti Recep Bislimi, i cili është pronar i kësaj shtëpie. Zoti Recep, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, si kaloni? Po mirë, si ju. Mirë, faleminderit. Si e kujtoni ju periudhën gjatë kohës që ju lëshuat shtëpinë tuaj për strehim për ushtrinë shërimtare të Kosovës? Po atë kujtime është zërë me pas krejt, po me gjitha e kemi pas shumë dë nërkesat mëja, ku veni strategjik për luftën,
kur edhe për fora kanë njerëz të në koordinat të rrezikshme edhe kanë ecë për Shqipëri. Mirë po e njëjta na ka përshituar edhe kjo lufta me Rom, kur kanë nërë disa njerëz që kanë bon organizime këtë, se që atë me Lima, Hagje Shola dhe të tjertë, ta na kanë Recep Selin me Hashim tha që ta dreve se le këta gjithë qëta që ku dëshmia dhe si qeveria e Kosovës, janë ka momentet shtira, mirë po ka pak besa dhe këgja që hecme me krasu, me gjithë se kemi pas vrasje, plagusje, ka pas ike, do shtëpia djegne, masakrat në shumë shotrat për rreth, me gjithë se neve kemi pas disa plagusje, po vromi kemi për ushtarve vetëm, nuk e di 3-4 se së një këmë mojtë të monen, të në të plagos ka pas, edhe refugjat ka pas, edhe të katonit të, mirë po, me gjithë se kemi dollë, me gjithë që të sakrifica, me gjithë që të mundi, me buke, me veshmathja, me lomje tjesha, me këtu, kemi konë disponim të shtryqë direktorët Kosovës. Edhe këta njerës kanë dhënë kontributin e vetë, asë sa kanë mundë. Si mi konë të barabartë me luftës, si mi konë të barabartë me vendimet e tyne, me sjelljet tona që kena pas, sa kemi pas me kundërvu, ju kemi kundërvu, por ma shumë s'kemi mundë me gjithse edhe me erdiria, me sakrificat tona, me plagoset, me vraset tona, me masaka që ne ka bo Serbia me dhunën, me largimin e këtë popullit të Kosove, liria fitu, isha dash zotë edhe që ta që kemë jashtë, na vinë edhe me mërë zotë ka në nërë. Një këshalla e gëzojmë për bashkë. Edhe që kash, tani për njerës që ka pas refugjat shumë, e ka për 1.000-6.000 banorë. Nga cilat zona kanë qenë konkretisht refugjat edhe ushtarë që kanë ardhe janë strehu këto? Ka pas te pe Drenisës fejlë atje ka pas, pe Drenosit, pjesë Malishirës, Ladrosit, ty në kretë jenë konë që të fshatë atërnë, pjesë Adrenicës kënenej, pe Lipjani këne pjesë konë ndugje tërnë, për 1.600.000 njerëz janë konë këtu, po mendimin e Fatmir Limës edhe të shtryqë remtarët Kosovës që e kanë postë në rreth, bjeshkën nuk kanë do me hypë edhe me inë në këgjatë. Qështu akon. Ti ke dhënë kontributin tënë bashkë familjarisht? Po. Me fëmijë tu, me bashkëshorten? Po, djemë që kanë Shqipëri kanë morën. Kanë qenë Shqipëri kanë morën. Po, ushtarë. Po, edhe unë jam i veshën degjesti, ku bëjtë gjone shqimuare, mil dhe këtu, pej ons Lipjanit atje, pe të ashtite, dhe bëmëje, ku morë kanë rejt katonit, për të bejt me i bartë madhë. Per i bartë madhë, në arë kemi një detë, në ati është shumë, në për blinoj, e për më shumë. A keni qenë e herë të targetum për sulm, shpia ju nga që keni marë për sipër, që ta këtheni shpinë të në shtab logistik për ushtërinë qytetarë? Se kuptua shumë të? A keni qenë e herë të rezikum? I qenë herë. Që keni marë këtë iniciativë? I qenë herë mi konë të rezikum, po atë rezikja në konë të mi vetëm zoti për të fillaj, kësa ato e në konë rezikje shumë të shtira, po a i shka s'ka vetë, a i s'ka një uftë të konë, ndash si pota i u ka gronje, pjesë më dhe asë ushtarit s'ka po, i ka masakru ku i ka zonë. E ato gote qësë nuk e kemi pas shumë rezik, se kemi ditë qëfare e kemë, edhe njuftat e para që na kanë ka zonë për në tonë, e njëti sa na konë për popull shqiptarë. Na kemi gjithë ty shkavë që të sa një ba. A ka ndodhë në herë në moment që gjatë asaj periudhe t'jeni bo pishman, që keni hap dyrë të shpis tuj, për t'a kthyrë në strej për ushtrim? Jo, vëlluaj, pishman, kur, edhe qash me pas gosë pishman, kur tek të ishë më dorë hore kaj. Kur pas dorë hore, ata e kanë qitë vetën, njerëz edhe ma shkollu se na, jo se na jemi konë vend të në shpia të në,
qatë ndimën sa këna mujtë, ja mu e kemi bu, edhe kemi sa këna mujtë, a mu që ta njerës tonin, ka pak shkollune, pak ma dishme, pak ma dorën e ma, na kemi gjithë që kemi një pështetje shumë mo dhe pityn edhe këshumë posë. Se ronë edhe jashtë edhe ushtëria jonë, dërja herë, pavarësia, ka pak të kemi përbos, për në kogojnë se nështë a bimë dhe në herë. Me kismet. Që desha me pyet tjetër, a keni pas ndihmë mbas luftës nga shteti për mirëmbajtjen e kësaj shtëpie? Ja, dhe kur? Ja. Nuk ka vënë shteti dorë? Ja, edhe të shtë ploka, të vëni kanë gjitë, para 2 vjetë, 3 vjetë, jo, s'kan, atë s'kan ka të ndihma. Nuk ka. Ja. E tash kjo është shtëpia, Oda. Kjo Oda, ako shtabi logjistikës, edhe këtë klinë e këmposë dhe që ka dhe ushtore në kohë që neshën dhe klinë e më shumë që ka. Qa ka ngell mrena nodë që për jasaj kohë? Lëgës të esha të minja që shkëm posë, edhe asë s'kan posë, edhe të esha dhejta. As të esha dhejta? Ja, s'kan posë. A këshë mujt me hy mrena me po? Po, Okej. Në gjithë që. Faleminderit. Këtu jemi në odën e shtabit logjistikës, e afër me është zonja e kësaj shtëpie, e shoqja e Rexhepit, e cila do ta tregoj pak se si e mban mend atë periudhë kohe. Sa e vështirë ka qenë për ty si femër me dhënë kontributin tënd? E vështirë, ako më bëllë, për shumë e bëllë. Ako kuha që se fare, buk ka ndesh, pa buk, s'ki ku shkën. A ke pas vështirë, mund ja ke dalë? Ja kom dalë, se kom posë edhe qiken edhe rejnë, më kanë një mu. Veç një thes 1050 kila kom gatu për i ditë. Për një ditë? Po. S'ko mujt me lon bok stëft, se dishtë në refugjat lëpshin. Refugjat. Edhe ushtria, e do me gatu, me bon rezervë për rezervë, s'ko mujt me po. E paka shumë sa ka qenë numri i ushtarëve, i njerëzve të cilët ti u ke përgatitur shimë? Shumë ka posë, se ka posë edhe kush që kom qërë buk, edhe gjellat i ku maru. Edhe gjellat i ku maru. Nishin e kanë prunë, që të tjerat. I ku bon vetë, i ku maru, ja ku më qu, një orë dhe kanë morë shtëllja të dira. Pra edhe këtu ka posë plagast, edhe këtu adoft. Edhe plagast. Edhe adoft edhe kusha orë që orë me lipi ka shërë bok. Për thminja, për ta me le, ta në që për më. E po për veshmathit me la robat e këta një kujdeski? Me la robat i kanë alo. Edhe qive të këtu për gjaftë të më qirën, kanë akollë zjem jashtë me qitë. E kanë alo, krejtë e me aprunë jam strukte. Edhe robat e ushtarë. Edhe robat e ushtarë. A kam në dhe herë me pas presion për jashtë që ti me hish dorë për i kësaj ndihme? Asë më ka orë mërzdi, asë heqë. E gratë të tjera të fshatit, a kam dhënë një kontribut që kur ti? Ka posë. Ka posë. Po, kreq, ka posë, në devlok, në berish. Po. Sot, mas kaq vitesh, a vjen dikush me të falenderu për kontributin që ke dhënë? Nuk ka orë kërkush. Kërkush. Jo, vëllë, asë për ushtarë, asë këta që ka ne këtu që i nga plagas, sa orë kërkush. Nuk e di ju, zoti halal u aboft, alimenirës. Kërkun, të pika kërkun. Asimisht kur kanë ndosht që ka nërë për zgjedhje që kur këna vysë. Për zgjedhje po, për zgjedhje që nga kanë thirë, nga kanë të bu dikon, që ju këmi donë, apet ju dolim dime, kone uja, dorë që në malë edhe herë, apet kanë janë. Fjep shka i bona, në s'kem kushkujnë, në jemë të Kosovës, në jemë Vllazni, jemi një vene. Bërë që kemë një në shuës në vjerë, po ta në liria i ka shkep ka pak mujta, i ka shkep, i ka në bashkë. Më interesu pas. Qa kishëm ju thonë ti krejt shqiptarve që na shohin, një mesazh? Po i krejt shqiptarve kësha thonë, më bashku pak me ko pak ma, asine, mësë më kundashtorë që të shuës, se në që kërkun morë kja. Gjithë, veç në që maket, më afrun, me konë qeverisja mirë, me mësë më na ikë të rritë, se Kosova është prasë. Që është prasë Kosova pitrive, me vonë me fosni të loshe, kur vinë ata atjetë, si lëshujnë në shtetet me dojë që lënë. Nuk di jo, këta e dinë ma mirë, më bashkohë ma mirë, me kohë njajtë. E ti, që na kështë thonë diçka?
si gjini femërore, si femën, me na dha një fjalë, një mesazh me na përcjellë. Alloj, s'po disha më thonë, më afru pak, me punu, nuk disha ta. Midis kodrave të Drenicës që frymojnë histori qëndron Berisha, një fshat i vogël në pamje, por gjigant në qëndresë. Berisha nuk është një fshat si gjithë të tjerët. Ky është vendi ku pushka kurrë nuk u dërzua, ku flamuri nuk ra, ku këmba armikut nuk shkeli për ta pushtuar. Në kohën kur shumë fshatra rreth rrotull ranë në dorën e egër të forcave serbe, Berisha qëndroi me gjak, me besë dhe me tokën që nuk pranon në robëri. Berisha është fshat i rënjeve të thella, i njerëzve punëtor, bujar dhe krenar. Me oborret e gjera, me ara që prekin horizontin dhe me shtëpi që ruajnë traditën, ky vend ka qenë gjithmonë pjesë e historisë së madhe të Kosovës. Në kohë paqeje, Berisha është djep i mikpritjes dhe i vlerave të trashëguara brez pas brezi. Në kohë lufte ishte strehe luftetarëve, vend organizimi dhe rezistence. Në kushte të pamundura, me mjete të thjeshta, por me vullnet të hekurt, djemtë e Berishës dhe luftetarët e UÇK-s ngritën radion që i dha popullit zë në kohën më të errët. Dhe nga ky zë u ngjall besimi se Kosova do të bëhej. Rrugicave të fshatit Berish u takuam me zotrin Nohi Berishën. Tani ndodhemi në oborrin e shtëpisë tij, edhe profesori, se më tha që ishte profesor, arsimtar, do të na rrëfej për fshatin Berish, që nga vitet kur ai mban mend e deri sot. Profesor, nga ka ardhur fisi Berish? Nga ka përjardhje një si banor të fshatit Berish? Na si banor të fshatit Berish, i jemi që nga kurrët e lashta. Si pas onomastikës së këtij vendi, ky është një vend strategjik, domethënë i përshtatshëm, edhe për blegtëri më shumë se toka nuk është bujqësore. Diku në ka në altësim mbi detare 2025 metra, 2020 metra, 2025 metra, se dhe arsimtori gjeografisë kom qenë, është domethënë në qëtë territor është vendi më i lartë në altësim mbi detare. Mirë, po ky territor është ndohet në dy regjione. Në regionin e territorit të Drenicës, këtu për rrugë që kufizohet, edhe regioni tjetër, domethënë edhe gjatë kohërave pushtuese, domethënë, ka qenë në regionin e Tiranës, që gjyshit tonë të atim prunën, domethënë, e kanë paguar, domethënë, me region Tiranës. Me region Tiranës. Domethënë, ky shkon deri për Shatri, kjo rrugë, shkon Kleçk, e matutje do të deri te Javori dikun, edhe lidhet me mirë, po këtu ishte edhe një rrugë e karavaneve, cilët gjatë kohërat të lirëve, domethënë që lidhen dy gradinat. Gradina Ladrovicit, edhe ne se e quajmë atëherë gradina Ladrovicit, ato si pas shënimeve, edhe që gjendet në afër Kleçkës, dhe me thonë edhe me gradinën e Lapushës. Këto kanë qenë pika strategjike, që atëherë dhe të gjatë sundimit romak, këto jenë mbrojtën dhe me thonë këto territore, edhe kanë qenë kalat, dy kalat ishin. Njëra kalat është e rënume, ajo krejtësisht e Ladrovicit, edhe kjo do të të mbjetën pak një po enda është në gjërmi me sipër, e ta është fatbarësisht kalon rruga në këtë territor që do me thonë i bashkon gjitha këto regione, edhe këtu ishte një pikë strategjike edhe atë gjatë sundimit e romak, do me thonë me luftrat i lirë romake, edhe sot do me thonë ushtria shërimtare është vendosur në këto territore, në këto pika. Ky ka qenë një vend i pashkelun. Jo vetëm tash, mirë po gjatë gjithë kohëra ka qenë vend i papushtuar. Se pak, sa do kudo, do thëtë edhe strategjia këtij vendi dhe dëshmon, edhe gjatë kohës
se lufta dhe të partizanëve, këtu kanë gjetë stre, edhe në kurat e ma përpashme, si ka qenë, dhe me thonë qetat e Azembetës, dhe me thonë e Isa Buletini, në Sholl, në Kleck, në Berish, ma vëndi edhe arrodhat partizani jenë vendosë të arrodhat qëtiko partizani, me forcë. Me forcë, dhe thëtë, pas pushtimit italian, këtu dhe thëtë jenë vendosën masën e edhe partizanët qëtnikët. Partizanët qëtnikë, që çdo gjë, ata e kanë shkatru, i kanë bojt gjoja se më në bojt, një mirë prit, edhe mas mrami e kanë pësu gjithë shqiptarët për ty në qysha ma keq. Te që dhe thëtë, me vrasin e autoritetet më të forta luftarake të Azembetës, e Shaban Pulluzhës, e gjithë aty në dhe më thonë, edhe e kemi ditë nëse ne e kemi mirë prit, edhe e kanë dasht, edhe nuk e kanë luftuë, edhe dhe thëtë pushtusin Gjermanë që i kanë thonë pushtus. Qatë kohë e kanë pas një fatbasi. Edhe gjatë kohës e Italisë, edhe kështu që ky vend përjetoj dhe thëtë me Bugzanje gjithë një më tjepër, lypën edhe djemë të ri mja dhanë se gjoja se celullat e para këtu gjenin stre, vetëm për të stërhuar ata se jo neve me në shpëtuar dishka, për veti me në i dhanë djemë më të ri, djemë më të mëshunë edhe pleshtanë kanë thonë jo. Ne ku t'ja jopëm djemë se e kanë ditë që është pushtus. E ka ditë që e mas mromi dhe thëtë e mrej shpatën me dy tiha edhe mja drejtu shqiptarëve në qafë. Edhe kështu që nuk ju kanë dhenë, edhe kemi mbet në ashtu të pushtum edhe veni mrapa metun, gjatë aty në kunës sët e kem gjendin mirë, jetuim këtu në kushte pa punësia mbretnën hende, mirë po fatkesisht, brezi ri është duke na ikur në të vene se për shkak pa punësisë. E sa banor ka sot fshati Berish? Dikun i ka 250 banor, ma përpora që kom qenë dhe thëtë që u morë me këtë statistikë ka pas 300 diçka banor, ta shë paksu populatën. Me gjithse ne kemi pas një numër shumë mirë trive kemi pas gjendin shumë mirë me tri, mirë po në gurbet për shkull, se nuk ka punësim. Nuk ka punësim këto largësia modhe edhe shkollimi edhe gjitha të mirë, po edhe pse kry shkollimin dhe thëtë aty një mungon punësimi, vështërsia në martesë këtu për ndikojnë, mirë po sa do këdoj jenë të lidhur me vendinjen, e dojnë vendinjen, i ndihmujnë vendinjes, interesant sepse kjo fshat është shpërngull më të modhe. Shpërngullin e parë të vitit 1929 me vrasin e Rifat Berishës. Me vrasin e Rifat Berishës dhe thëtë me 4 vëllezërit e ti i Rifatit që është vrak këtu që është përmendorja në Berish, edhe jenë shpërngullër do të masovikisht aje lagjet të shpërngullet për në Frizaj. Plus e ma përpora dhe thëtë kanë qenë shpërngullër edhe në Drenas, edhe në Vrel, edhe në fshatin Kishnarek, dhe me thonë kjo fshat, asa kemi një banor që kanë edhe në përvene tjera. Këto mirë po momentalisht i kemi dikun ka 350 banor. 350 banor janë në këtë fshat. Ju tha që keni punuar shëntar për i vitit. Po, për i vitës. Si e shef diferencën dhe ndryshimin e brezave? Po çdo brez që vjen është brez më i kulturuar. Jenë brez i mirë, rini e shëndosh është. Rini e shëndosh, nuk merren me probleme. Rinia nuk ka probleme, është rini e aftë. Rini e shkolluar në thjesht gati. Dikon 70% veç janë shkolluar në fakultete janë. Me gjitha ato kanë zonë venet punës, disa se pa shkolluar se pritë të çdo gjë e ka sakrifiku për shkollimin e fëmijëve. Ne kemi qenë familja jonë dikun 10 fëmijë gjithë,
gjithë e kanë bile shkollën e mesme, edhe filluar po se po shkollën e mesme plus fakultetin e kanë. Po pjesëmive dhe me thonë 30% veç fakultetit i kanë përfunduar. Se prindi ka qenë i jetur për shkem se i pa shkollim, se ki nuk ka përparim. Pa përparim, dhe me thonë, popullata mundet me qenë e shkollim. Ne kemi dhiju shkollimin përpara në Orlat, në Tërpez, masa në edikure kemi ndërtuar me vetë kontribut shkollën në fshatin e ri, tash quhet në Berish. Aty kemi edhe busin e Rifat Berishës, aty Fat Barsest, shkolla ka ujnë edhe drejtërat, aty e dinë edhe statistika se unë kom qenë përpora në shkollë që kom punu aty, ka busin e Rifat Berishës aty, e ka ujnë mje, po fatkesi shkolla, po se unë tash s'ko mujtë me shku me vizitu ma frikë se shkolla ka numër të vogël në Zanzë. Se aty kanë qenë në Zanzë e 3 fshatra. Berisha, fshati i ri, Kleçka dhe dy vlok ma nuk ka asnjë fëmijë që shkon. Nuk ka asnjë. Jo, jetë shkon ullë. Me mujt këtë brez, me mujt me ndalun këtë vend, ka qenë një fatbarësi e madhe. Thënte me gjata herë shkru në librin e vetë. Thët moslindja e fëmijëve i knaqë, dhe me thonë i varfënën nist, e i knaqë anist. I knaqë anist. Kjo është e beta. Për çfarë quhet fshati Berish? Fshati Berish aty me pak fjalë, çish kishe mujt me përshkruaj fshatin Berish. Me pak fjalë, do me thonë Berish, do me thonë vend i berreve, i blegtorëve, Vend i berreve. Po, ashtu si ta quajnë, ashtu. Edhe si e thonë nga Tropoja, baba në bukës si vendos me ju jeni të ardhur nga Tropoja? Nga Tropoja, nëse ke popullat ka lëviz. Ka lëviz të edhe jemi vendos këtu. Këtu jemi vendos. E gjithë fshatin duket e ka mbi emrin Berisha? Gjithë fshati Berish. Gjithë fshati Berish. Vendi Berisha, fshati Berish. Këtu ishte edhe lidhja përpora, dhe me thonë se lufta Sarajevës, kur është bërë lufta në Sarajevë, në grupin e Sarajevës, dhe me thonë 3 e këti fshati kanë mbrojtë edhe grupin e Sarajevës, kanë qenë vullnetarë në luftë, për shlirim dhe të në grupin e Sarajevës, edhe kanë vazhdu ma të tje, dhe me thonë 3 e këti vendi, të në kanë gjithë 3 këto Zembeta, kanë qenë Hasan Prishtina, Stefan Gjeqovi, e gjithë ta patriot, Sadik Raume Gjurgjevikut, këtu në kullën e Mizdaher, dhe me thonë, ko jenë morë vendimet hatashme në atë kohë. Po luftën e fundit në Kosovë, si e manë mend? Si e keni përjetu? Unë e kom përjetu, dhe me thonë, ka qenë një fillim shumë i mirë, në dalin e uqikës në skenë, u po Serbia se shka bënte. Vëllë jem një njëllësi e madhe mbi detare këtu, mje po pushtu si çdo kun e shkelte me kanë. Çdo kun ndjes të tritë, dënën të njerëz. Edhe në qo se ne i kemi dha ujnë në posën e bunarë këtu, se këto e në truje ma treja, ma pushti, kemi pasë, ma vënë jemi dalë mas luftës të. Ajtë ka dënu. Vetëm se i jep ujnë në bunarë të unët. Ate si dënim ta jepte. Edhe dhe me thonë ty përse këtu ty dënim pa pikë i heq, me kushte e pa kushte, dhe thët është detyru njerëz, o ta pagujnë dënimin, o ta vujnë burgun. Edhe kur dolin në skenu që kjoja, dhe me thonë ishte një shlirim i marë për këtë popullat, edhe pse dinim që jenë pasuret, por ndryshë nuk shliruhet, për i pushtusit. Edhe ma komba pushtusit këtë vend nuk ka bujt në shkile së tjere. E në këtë fshat është hapë dhe radio e parë Kosova e Lirë? Po, Kosova e Lirë. Çfarë emocioni keni pasur si banor i fshatit Berish në atë periudhë kohore? Na si banor i fshatit Berish atë na kemi mirë prit hapjen e Kosovës Lirë. Këtu e se është thonë në gjitha vendet dhe me thonë si Medion, ka qenë një vendion i fuqishëm.
Edhe për këtë vend, edhe për që kënë dhe gjitha i nëllë informata të duhuna këto, ka që ndohështë për shambun për armikun dhe të vëzhgoj pa ndërprej, ure qast, për përgatitin e populatës, për strehimin e tyre, për plagosërit, për luftën, edhe për genocitin që në është dhe Serbia. Po, Berisha sot, konkretisht banorët e Berishës me çfarë merren? Këto pak banorë që kanë mbetur. Këtu merren me thonë as 5%, 10% nuk merren me lektorinë e merru. Bojmë pak koshtë, është zvoglu numri i koshtë. Gjithatë edhe pse shteti e falenderoj shtetin dhe qeverinë edhe Ministrinë e Bujqësisë në përpjekjen e tyre mundohen të ndihmojnë tina vendet mirë, po ndihma ma madhe ishte ajo do të thotë në qëto vende rurale që janë vendet përshtatshme për blegtëri që ndihmohet tyne banorëve, tyne trive, se vendi e dikton ja mundësën kushtet, kanë pozitë mirë, ka ujtë mjaftueshëm në të vende, janë molet të përshtatshme, nuk ka pengesa, nuk bojnë pengesa të komunikacionit as dikuj, e të ndihmohet tyne vendet me qëto kredi do të për ndërtimin e shtollav se në kushtet pa përshtatshme është jemi mojtë. është edhe kostë mi mojtë, nuk është maja ku. Nuk është aja ku montash se njeri do të të përjetën shumë keq ku nuk ka mundësi t'ja bëj kushtet koshës, mirë po aja do të të është gjëna pa vend, pa kushte, pa gjitha tu. Edhe kështu që është një ndihmëse më për popullatën edhe për këtë vend edhe për trit. Edhe e sheh përparimin njeri kur e sheh kush o intereson, kur i ka kushtet, ja bën kushtet, atëherë do të për presionin, do të një kushtu kujdes ma. Po. Zotëri Nuhi, ju si pensionist që jeni tashmë, si e kaloni kohën e lirë? Mirë e kaloj kohën. Me ka jeton këto? Këtu gjithë familjen në një kam se vetëm vojzat jenë shku në përëndimin në shku vojzat fatkesisht, kur që mi në oqën e ndi një zvrasit më shumë jo që për ato për këtë gurbetësit i falën në gurbetësit edhe dhe me tha referenca i me harë ishte që edhe ju këmë thonë dhe brezit tri edhe këta që e këtu bile një përshëndetje jepja sa ta ti që të përvendit të Vërtet. Mos ishin ata, ne ishim, nuk di ku të t'ishim. Ata vijnë për djetë në një çfarë kushte vijnë prej atje. Me ndalesa atje me halle, me probleme, me fëmijën, me gjitha të me kalu pushimin, bile një fjallë. Një fjallë tamël të gojës e zemrës me dha. Vërtet. Vërtet se ata janë shtylla jonë. Ata shtylla jonë. Ndyra e kombit është atje. Qaj është keq. Qaj është, po që zotit dhe me thonë kanë boni ndimismu. Kjo ishte. Ti si profesor, që do ju kështë thonë shqiptarve që na shohin edhe na ndjekin? Që do kështë thonë për si e sheh të ardhmen e rinjisë Kosovës, e rinjisë shqiptarve? Po, unë tash që ndëgjoj ata, kur të ndëgjoj ata që ata thujnë perspektiva sa ma e mirë me qenë tu, ne gjithmonë e mboj mendjen edhe trupin Kosovë. Mendjen edhe trupin Kosovë, se kjo rini dhe me thonë ka vujt kjo djegë për këtë vend. Kjo nuk është për ngullë atje veç për pikë qefit, për pikë kushtet, për pushtosit, prej kushteve ekonomike, dhe me thonë që kemi betë sa me mje, po tash thonë se rinia e dëshiron, çdo njeri e dëshiron kthimin këtu, një pas kushtet. Po shqiptarëve, qa do ju kështë thonë? Shqiptarëve, kisha me thonë se sa më shumë ta duen adheon e vetë, se me adhem nuk ka zem ashtaj se adhem. Ta duen gjithë. Ti lom problemet, ti lom korupcionin,
ato dallaveret se shqiptarët nuk e kanë pas shqiptarët traditë kanë pas besën, e kanë pas bogdhanjen, po besën amikut me dhon, ja. Po besën për një tjetrin, me përparu kuda që edhe shqiptar, thamë që të përparuat vendi, kuda se këto jenë të jetuna, edhe Shqipëria, edhe Kosova, se po mos ishte Shqipëria, në nuk mund të bëni ma gjë, Shqipëria ka qenë gjithmonë edhe thënë se shqiptarëve të Kosovës do t'ja prish një qerën, qerë aty në është Shqipëria. Edhe këto vende sa ma tepër që të përparujnë, edhe për neve do t'ishte një shtirim shumë i madh. Zotër Nuhi, faleminderit për bisedën. Faleminderit. Ishte shumë nëse që t'ave kohë me ne. Faleminderit edhe për jo që kini orë për e tjetë. Edhe pse pak më fres. Ashtë jemi të shku drejtimit edhe pak, vera kaloj. Ashtë pak fres, Ashtë pak fres, po kështu që ka kohën e vetë edhe kja. Ne faleminderit për juve shumë. Ju falenderaj. Ashtë nësi. Edhe kur dhe që të veni, jeni të mirësahur. Faleminderit. Pas kësaj bisede të këndshme me zotrin Nuhin këtu në shtëpinë e tij në fshatin Berish, do shihemi për një sekuencë tjetër për të parë diçka më shumë në këtë fshat. Në çdo shtëpi të këtij fshati, në çdo familje, ka një rrëfim që nuk duhet shuar kurrë. Ka nga një djalë që ka veshur uniformën e UÇK-s, një nën që ka strehuar të plagosurit, një derë që është hapur edhe kur jeta ishte në rrezik. E ndërsa ecin në për këtë fshat, të qetë, pa ty me krisma, në çdo hap dëgjohet jehona atij zëri që dilte nga një bunker i thjeshtë dhe i thoshte Kosovës dhe gjithë shqiptarëve: ju flet Kosova e lirë. Nga oborri i shtëpisë muze së Radios Kosova e Lirë, largohemi nga fshati Berish, fshati i trimave, fshati i cili u bë baza e parë e shtabit të logjistikës për të strehuar çdo ushtar të UÇK-s. Largohemi nga fshati ku lindi zëri i parë i shpresës, ju flet Kosova e Lirë, që sot u kujtua nga zani i fshatit. Deri në episodin tjetër, qëndroni me ne.